Shtërngo e fort s'kan fuqi, Rizarta tregon më në fund se çfarë ndodhi poshtë organit me Aldon dhe tregon prapa skenat e videos erotike që u shpërnda në rrjet. Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Rizarta, e cila ishte eliminuar e dytë në spektaklin e Prime-it, duket se pas daljes ka dhënë disa deklarata sqaruese. Teksa për videon me Aldon ku i të dy ndodheshin në krevat poshtë batanies që u bë viral e shkaktoi reagime të shumta. Nëse ka kryer marrëdhënie me Aldon, duket se ajo e ka mohuar këtë moment. Në këtë video dëgjohet Aldo dhe Rizarta duke biseduar, teksa në një frazë të shkëmbyer mes tyre që mori vëmendje, Aldo i drejtohet Rizartës me fjalët "Shtërngoje pak", ndërsa ajo i përgjigjet "S'kam fuqi". Kjo skenë u interpretuan ndryshe nga disa ndjekës të cilët aluduan për një situatë me në kuptime të tjera. Pas daljes, Rizarta tha se biseda mes tyre nuk kishte ndonjë kuptim të fshehtë dhe se ishte keq interpretuar nga publiku e nuk do e përdorte kurrë nëse do të rikthehej, teksa sqaroi ishte një moment krejt i zakonshëm, por u keq kuptua, po flisnin për muskujt e barkut, pasi unë dhe Aldo kishin filluar të bënim sado pak palestër gjatë ditës. Aldo më preku në bark e më tha t'i shtërngoja barkun. Unë i thash që nuk kisha fuqi për ta bërë, teksa edhe fjalët shty edhe pak ishin pikërisht për muskujt e barkut. Tha Rizarta duke siguruar se nuk ka ndodhur asgjë më tepër. Sa për marrëdhënien me Aldon gjatë rrugtimit të saj në brenda, ajo tha po kishte edhe shumë thashetheme të tjera dhe përgjigjesin se kisha në plan të nisja një marrëdhënie, po kjo s'është as pak e vërtet. Vetëm Aldon ai mua afrua në mënyrë shumë të sinqertë dhe fillimisht thashë t'ia lë kohës, por më pas duke e parë edhe disa keqkuptime që mu duken se ai po përdorte për lojë, thashë që ta stopojmë këtu dhe t'ia lëm gjërat jashtë. Nëse janë të destinuara për të ndodhur, këtu jemi, tha Rizarta duke thënë se ja ka lënë të hapur një njohje jashtë me Aldon.